Ati Kosova është një krizë, akoma s'kan zgjidhur presidentin e ri. A mendon që është përgjegjësia Albin Kurtit gjithë kjo rrëmuj, kjo lloj krize që nuk gjejnë dot kryetar shteti, disa herë zgjedhet para kohës. Si e theti për Albin, pa aftësi? Albin Kurti, është pa aftësi apo Jo, është egoizëm. që ti marrë gjitha pushtetet apo si? Egoitizëm për pushtetin personal. Mund të jetë edhe dyshim që ka nga tjerët. Ke parasysh një gjë se politika është në dyshimet e saj është sëmundje. I duken gjithë armiq. Ai që ka pushtet absolut. I duken gjithë armiq. E kishëm ne këtu. Enverin. Një fjalë mendonte se ishte dorëzoi ai. Janë përsëmurë psikik, dale, një minutë. Krahasimi është pak i rëndë avokat, nëse krahason Albin Kurtin me Enverin, apo? Nuk unë e mora si sëmundje. Tani, do vim të Albin Kurti, sa e ka sëmundjen? E Enverit. Do me thënë të pushtetit personal. është pushtetit personal. Për mua maksimale ka. Për mua. Po e ka maksimal. Sepse ka pas mënyra disa herë që i vendin zgjedhje, parlamenti nuk funksionoi avokat, tani prapë po shkojnë rrezik në zgjedhje. E di origjinën e Albin Kurtit si ka dalë? Lëvizje? Enverista? Pjo tani. Hapur. Po kjo rrezikon shumë Kosovën. Po nuk e rrezikon, ma Kosova është enverista, që do talësh me mua ti? Ja, Enverista. Nuk e kanë goditur. Tani, po unë i ndjek tani, se. Dhe ka një farë të drejtë se ju dha pavarësinë, që ato edhe, ai e ka krijuar UÇK-n. Me para këteve, që UÇK-n e ka krijuar regjimi komunist. Di ata që është e njohur. Është historike. Jo, avokat, jo. Avokat, është vonë UÇK, ja. Po unë kundërshtari kryesor i atyre do thënë ju hap në një meritë, por nuk mund dal nga e vërteta. UÇK-n ata me armë, gjithë ai shikoj se me Kalashnikov janë. Atëherë, me Kalashnikov janë. Ta bëj pyetjen e fundit. Ai ke parë një minutë. A keni shpresë? Një minutë, i ke parë që janë me Kalash. Kthej marr. A mendon se do gjetet zgjidhje pa shkuar në zgjidhje para kohës? Dhe kish parasysh një gjë, unë i kam parë këtu, kur bënin stërvitje, krerët të UÇK-ja, bënin stërvitjen të shkolla e Ministrisë Brendshme. Atje u përgatitën ata qarë. Se kujtoni, i përgatitën këta, i bënë... Në 98-99? I bënë oficer, pa...